shpend, sigur nesër, Edi Rama më thotë mua, do të bëj ministër të infrastrukturës dhe energjetikës. Po. Normalisht, kjo nuk ka moral. Pra, absolutisht unë nuk mund ta pranoj dot. Dhe nuk do ta pranoja në asnjë skenar të mundshëm. Pse? Po sepse unë jam ai që kam folur gjithë këto vite kundër politikave të qeverisë në fjalë në mënyrën si e menaxhojnë sektorin elektroenergjetik. Për çfarë? Për 1800 euro rrogë si ministër. Do thot dikush për pse ka rrogë? Po unë kështu e shikoj, kështu e kam ndërtuar jetën time. Pra jam i mendimit që harami valla nuk duhet bërë halal. Kështu e shoh unë. Tani çfarë? Dhe ministër? Të bëjmë drejtor i keshit apo ku di gjë që kur unë kam qenë kundër kësaj qeverie, unë kandidova kundër kësaj qeverie, se po t'ishin mirë këta vlla, hyja me PSN, unë dhe ishe deputet këto. Sepse unë nuk e pranoj dot që Shqipëria të ketë çmimin e energjisë më të lartë se Kosova. Kur ne kemi ujë hidrocentrale të gjitha me radhë, ne kemi çmim dite, çmim nate, pra ka në Kosovë, ne nuk e kemi. Pra unë jam kundër kësaj, si mund ta pranoj? Pra moralisht mua nuk më qëndron. Por gjithë secili bën ato llogaritë vet dhe secili mban përgjegjësi vet. Pra mbi 18 vjeç nuk ka përgjegjësi më prindi për fëmijën dhe jo më le të themi për një politikan.